Rahim, me emnin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit dhe mëshirëplotit, të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, besimtar kudo që jeni, paqe, mirësi e dashuri të Zotit Gjelle Shanuhu, paqe në shtëpit, në vendbanimet dhe në shpirtat, në zemrat e në jetët e juja. Vëllezër, jemi në natën e 27 të muaj të bekuar të Ramazanit, e cila pretendohet që të jetë nata e madhërishme, nata e bekuar, vlera e secilës minimumi i saj është 1000 muaj dhe maksimumi është më e madhe se 1000 muaj. Sa më e madhe se 1000 muaj e din vetëm ai Allahu që është mëshirues i mëshiruesve, falës i falësve, ai që niveli i pasurisë së tij dhe i dëshirës për të na nderuar, për të na respektuar dhe për të na falë është i pa limit dhe i pa krahasueshëm e i pa zëvendësueshëm me nivelet, me llogarit dhe me matjet tona. Andaj, ne e lutim Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu nga shpirtat dhe nga zemrat e tona që nëse sonte vërtet është nata e madhërishme e Kadrit, me lutjen më të ëmbël, më të mirë, më gjithë përfshirëse, me të cilin na mësoi profeti jon alayhi salatu vesselam, duke i treguar bashkëshortës së tij dhe duke i thënë se lutu me lutjen Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'fu anni, ose fa'fu anna, o Zot, ti me të vërtetë je falës, ti e don faljen, andaj na fal dhe neve. Të nderuar dhe shumë të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, në këtë natë ndodhin shumë çështje, edhe njëra prej tyre është që mendoj se është shumë e madhe, shumë e vlerë, shumë e rëndësishme ta rikujtojmë zbritja e Gjibrilit alayhi salatu vesselam, krye melekut të gjitha melajkeve të Zotit Gjelle Shanuhu, bashkë me melajket e Allahut Gjelle Shanuhu, zbresin në tokë për ta madhëru, për ta falenderu, për t'u përul, për t'u nënshtru Zotit Gjelle Shanuhu së bashku me ne. Dhe ne kështu e shtrojmë një pyetje: sa është e përgatitur në toka, sa janë të përgatitur ne njerëzit për ta pritur melekun, për t'i pritur melajket e Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, që na bashkangjiten ne në adhurimin, në madhërimin, në lutjen, në përuljen ndaj Zotit krijuesit, mëshiruesit tonë. A jemi ne të përgatitur? A janë zemrat tona, a janë shpirtat tonë të përgatitur dhe të pastërt nga zilia, nga xhelozia, nga mëria, nga inatët, nga përgojimet, nga shpifjet e të tjerëve? A janë të përgatitura shtëpit, vendbanimet, vend faljet, vend lutjet tona, xhamit tona, për t'i pritur me lajket e Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu? Dhe a e kemi kuptu ne sakt dhe drejt rëndësin e ardhjes së këtij musafiri në këtë natë dhe këtyre musafirve ushtrisë së Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, të cilat nesër edhe do të dëshmojnë para Zotit Gjelle Shanuhu se me të vërtet ishin në tokë, ishin në vend faljet e tona, ishin në vend banimet e tona, ishin në xhamit e tona, ishin në shtëpit e tona, e adhuruan bashkë me ne Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, apo Zoti mos e dhasht
të nëndodhe dhe e kundërta e kësaj që nesër në agimin e natës së Kadrit, me laikët bashkë me krye melekun Gjibrilin alayhi salatu vesselam të rikthehen tek Zoti i tyre dhe të dëshmojnë se disa nga ne nuk ishin pjesë e adhurimit, e përuljes, e nënshtrimit, e kërkimit të faljes, e kërkimit të mirësive, të begative, të zgjidhjes së problemeve, hallave, brengave, të realizimit të synimeve, qëllimeve tona në jetët tona në këtë natë. Pra, dhash Zoti që të mos ketë nga njerëzit në përgjithësi e nga besimtarët në veçanti që të paktën në këtë muaj të bekuar të Ramazanit në një formë apo në një tjetër t'i nënshtrohen, t'a adhurojnë, t'a falenderojnë, t'i përulen Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, edhe nëse s'munden të gjithë me ibadetin, me krye vepren, me krye ibadetin e këtij muaji që është agjerimi, të zgjedhin forma tjera, mënyra të tjera të adhurimit, të nënshtrimit, të përuljes ndaj Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu dhe të vjeljes sa më shumë mirësive dhe begative të Zotit Gjelle Shanuhu në këto net, në këtë muaj, nga ky musafir, nga kjo madhështi, nga kjo ngritje ka që lartë, ka që madhe, që Zoti Gjelle Shanuhu na i bëri me rahmetin, me mëshirën dhe me dashurinë e gatishmërinë e tij për të na falë, për të na mëshiru, për të na i zgjidhur problemet, për të na i shëruar zemrat dhe shpirtat dhe mendjet tona nga smundjet e ndryshme e më rrezikshmja, smundja e vetkënaqësisë, smundja e mendjemadhësisë, smundja e urrejtjes, zilisë, hasmërisë, e cila më të vërtet dhe nga e cila më së shumti sot po vujmë bota mbar, e edhe ne besimtarët musliman nuk jemi të privuar, nuk jemi aq të mbrojtur dhe të larguar nga ky vezves që është shumë shëmtuar dhe është hapi i parë drejt shkatërimit të njeriut, të personit, të shoqërisë e kështu me radhë. Pra, dhash Zoti që sonte të mos ketë shpirt të grysur, të forcuar dhe të mos bindur ndaj Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu që ta mohoj këtë mirësi të Zotit Gjelle Shanuhu dhe edhe këtë natë ta kaloj sikur random netet e tjera me gjumë, me muzikë, me gjana të kota, me dalje, me arktim, me shëti, me shoqëri e kështu me radhë, por të vetmohemi, të përulemi, të nënshtrohemi, të lutemi, të përulemi ndaj të madhit e Zot, Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, në mënyrë që të mos ketë nesër asnjë emër, asnjë person, asnjë familje, asnjë shtëpi për të cilën do të dëshmojnë mlajket e Zotit Gjelle Shanuhu se edhe këtë natë zgjedhen ta kalojnë rëndëm, të pa nënshtruar, të pa kujdesur, të pa përullur ndaj madhështisë, ndaj madhërisë së Zotit, ndaj gatishmërisë së Zotit, për të na falë, për të na i zgjidhur problemet, të lashet, hallet, brengat dhe mërzitet tona. O vëllezër dhe motra, o nëna e baballar, o gjysh e gjyshe, o të gjithë ju njerëz në përgjithësi, me të gjitha ato sfida
që u përballëm gjatë vitit që shkoj, gjatë tërë ditëve dhe me ato që do të përballemi deri në Ramazanin tjetër. Të gjitha janë përcaktuar në këtë natë, në natën e Kadrit. Prandaj, kjo ndryshe është quajtur edhe nata e përcaktimeve. Andaj, nëse ne kemi vuajtur nga smundje, nga halle, nga brenga, nga telashe, në vetveten tonë, në familjet e tona, e janë të lutemi, të përulemi edhe të qëndrojmë sa më afër atij që i përcakton smundjet tona, nivelet e smundjeve, e sprovave, e hallëve, e brengave, e telasheve, e mërzive tona. O vëllezër, nëse ne jemi dikun në një vend kyç ku varet nga ne ndonjë përcaktim i ndonjë mase të një personi, apo të një familje, apo të një lagjeje, apo të një vendi, e nëse ai person të qëndron afër, të lutet, të kërkon falje, të kërkon ndjesë për gabimin eventual, për lëshimin eventual, po edhe në gjykatat tona dhe në sistemin ton të drejtësisë, njeriu i penduar i ulet në dëshkimi. Prandaj, ti qëndrojmë afër Allahut, Zotit ton, ai i cili në këtë natë përcakton vendimet e të gjitha sprovave që do të na ndodhin gjatë një viti deri në një natë tjetër të Kadrit. Ti qëndrojmë sa më afër atij i cili në këtë natë përcakton bereqetin, mirësitë, të ardhurat tona personale dhe të familjes gjatë një viti. Ti qëndrojmë afër atij i cili në këtë natë përcakton edhe nivelin e smundjes, edhe sprovës, edhe telashës, edhe mërzisë, edhe hallit, edhe brenges tonë, edhe të familjes, edhe të gjithë neve, në këtë natë deri në natën tjetër të Kadrit. O ju që ju djeg zemra dhe shpirti, e çani e vuani mbi trupat, mbi kokat e fëmijëve të juaj, nga smundjet që i kanë kaplu ata. Në këtë natë janë caktu ato smundje, ato sprova. Sa do t'jenë të mëdhaja ndaj fëmijës tonë, ndaj prindrit tonë, ndaj familjarit tonë, edhe ndaj të afërmit tonë. E nëse ne nesër jemi në gjendje të vdesim para smundjes së fëmijëve tonë, të dhom gjymtyr, vetëm që të shërohet familjari jonë, e janë se sot janë përcaktuar dhe përcaktohen të gjitha këto masa dhe këto nivele. Përcaktohen nga ai të cilit ne ju kemi largu fatkeqësisht shumë larg. Po i qëndrojmë fatkeqësisht shumë larg. E qëndrimi larg atij që përcakton të gjitha smundjet, të gjitha hallet, të gjitha brengat, të gjitha telashet, të gjitha mërzit, të gjitha të arritura, të gjitha qëllimet, synimet tona në jetë, është më të vërtet e dhimbshme. Është më të vërtet diçka që do ta bënte vetëm një njeri shumë i pakujdesshëm. Mos thon një njeri i marr do të pranonte dhe do të lejonte të qëndronte larg atij në dorën e të cilit është përcaktimi i jetës dhe i çdo gjëje rreth tij. Afrojeni Allahut, t'i afrohemi bashkë Zotit ton, ta lutim bashkë Zotin ton, t'i përulmi bashkë Zotit ton, të gjithë ne
për mirësi, për begati, për paqe, për dashuri e për çdo gjë. Dhe është Zoti xhalleshanuhu që tokën, vendin, vendbanimet tona, shtëpitë tona, vendfaljet e tona, t'i kem sa më të pastërta, sa më të mbrojtuna, nga këto krime, nga këto veprime, nga këto gjakderdhje, nga këto urrejtje, nga këto zili, nga këto mëri, nga këto hasmëri, që i kemi bërë mes vete dhe të jetë toka sa më e pastër dhe sa më e përgatitur dhe sa më në gjendje që t'i presim Gjibrilin me melajket e Zotit, Gjelle Gjelaluhu ve Gjelleshanuhu, të cilët e pushtojnë tokën gjithandej për ta madhëru, falenderu dhe për ul Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjelleshanuhu, krijuesin ton, mëshiruesin ton, falësin ton, ata i cili 24 në 7 ditë të javës është afër nesh, i gatshëm për të na falë, për të na mëshiru, për të na i realizu synimet, qëllimet, nevojat e tona. Vetëm varet nga ne se a i përgjigjemi, a jemi aty ku a i kërkon dhe a i plotësojmë ne ato kriteret në shablonin të cilin e kemi nënshkru ne qysh në ezel dhe i kemi thonë Zotit Gjelleshanuhu, ne të njohëm për Zot dhe çdo gjë do ta bëjmë simas urdhrave dhe fjalëve të Tij, e atë besë ta mbrojmë, ta ruajmë dhe të mos e thejmë e të dalim faqe bardh para Tij nesër në ditën e llogarisë. Paqe e dashuri, ashtu siç është mesazhi i kësaj nate në fjalën e Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelleshanuhu në Kur'an, se me të vërtet kjo natë është paqe deri në agimin e saj. Wassalamu alaikum, rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.